Përshëndetje. Kemi ardhur sot te shtëpia e Redinelës. Redinelën besoj se e njihni të gjithë çfarë probleme shka, çfarë halli ka. Kemi ardhur te shtëpia. Sot e ta shohim shtëpinë sa keq është. Edhe një gjë sa për dini. Redinela është kushërira ime dhe ka nevojë për ndihmë. Ka nevojë për ndihmë e vërtet, po ju them. Për një shtëpi të re urgjentisht do të hapim një GoFund. Do t'i marrim një shtëpi Redinelës, ta ndihmojmë, të bëhemi gjithë së bashku, ta ndihmojmë, që kjo nën mos sakrifikohet, mos të ofendohet me nga lloj personash aty në rrjetet sociale. Ka çdo Redinela, vetëm një shtëpi ku t'jetë e banueshme. Hajde shifeni sa keq është kjo shtëpi. Hajde shifeni, është cop, po i bjen tavanit. Është pothuajse pa banueshme. Shife, tavanit. Mbaje mirë, kameraman. Shikoj, hajdeni këtu. Ndihmat që ka marrë Redinela kanë qenë si të pakta si të shumta. Hajdeni këtu, shifeni këtë, sa për djeni. Këtë televizorin këtu, të jemi të sinqertë. Këtë televizorin këtu, dhe atë frigoriferin atje, edhe plus lavatrice që është aty jashtë, ja ka bler Laçani me shokët e vete. Kam ndihmuar shokët e Laçanit që erdhi Laçani dhe i solli këtu ato ndihma. Por kjo shtëpi nuk bëhet. Redinela, siç u thash, ka nevojë për një shtëpi ku t'jetë e banueshme. Këtu në këtë fshat, në të njëjtin fshat ku është. Hajde këtu, Redinela, të njëjtin fshat, janë një palë shtëpi ku janë shumë pak lek, po janë me gjitha kushtet, me çati të re, në 20.000 euro. Tash kushe, do më thuash si të ka thënë ajo zonja për atë shtëpice. Unë i pash atë shtëpitë, nuk isha çati u thoja me. Ishin 10 herë më të mirë se shtëpitë e mia, edhe unë allergjia more, po dua ta ndihmoj se më vjen keq se ka 3 fëmijë. Ka 3 fëmijë, po pret 4-tin kushërira. Tani për pjesën e shtëpisë, para 2 muajsh kemi vajtur, kemi bërë pazar sepse na premtovi dikush për ta bler. Po. Ajo nga 20 milion, na i la në 16 milion për neve. Po. Shtëpia është super, ka gjitha kushte me banjë. Këtu s'kemi as banjë për t'lar kalamajn, duket. Çdo gjë duket. Po. Tani inshallah bëhet mbar, me ndihmën e shqiptarëve ja dalim. Pra edhe një herë, ju lutem gjithë shqiptarëve, vini dorë në zemër, të ndihmojmë Redinelën. Ai gjë si tha, vetëm për 16.000 euro ishte një palë shtëpi që më miku truri kur i pash. Të mbledhemi gjithë bashkë, të hapim një GoFund, e të mbledhim shumën që i duhet Redinelës për të vajtur të blerë shtëpitë që janë aty poshtë, që janë të banueshme të mira, ku të kenë mundësi fëmijët të lahen, të shplahen, të jetojnë normalisht, ku Redinela të presi fëmijën e saj të 4, e ka gocë.